Nuk ka asnjë mos pajtim mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Në anën tjetër, ne jemi në një përkushtim i cili çon drejt angazhimeve tona të qarta, sigurta dhe koordinuese, sepse as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadori tha shumë qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë kundër formimit të ushtrisë, por jo në një mënyrë të tillë të propozuar. Kam diskutuar edhe unë personalisht, edhe ministri i FSK-s, edhe kryeministri, kryeparlamentari Veseli, edhe të tjerë, i falenderoj që kanë diskutuar me deputetët serb, por tani ata kanë bërë shumë qartë, edhe mua, edhe kryeministrit, edhe ministrit FSK-s, edhe kryeparlamentarit, edhe ndërkombëtarëve, që ata nuk e votojnë themelimin e ushtrisë. Bili njëri për tyre tha shumë qartë, ma le të kemi akceptu pavarësinë e Kosovës, sesa që votojmë themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Pas kësaj, natyrisht se kam si president i vendit, në kuadër të kompetencat mia kushtetuese dhe ligjore, kam lëvizur me propozimin që përmes projektligjit të kemi transformimin e FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak. Dhe mendoj se ka qenë momenti fundit që të ndodh ky propozim. Propozimi është i presidentit të Republikës së Kosovës, edhe si komandant suprem i Forcave të Sigurisë së Kosovës. E kam respektuar kushtetutën dhe ligjet. Ky proces do të përmbyllet sukses shumë në partneritet, do ta kemi edhe ushtrinë edhe do ta rrymë partneritetin me SHBA dhe NATO.